Naureda Llagami, e cila ishte një nga 3 imrat më shumë pikë që kandidotën për postën anëtare të ri të gjykatës kushtetuese, ka shprehur pakënaqësi për votimin e mbajtur me 30 shtator në gjykatën e lartë si organi i martesës. Naureda Llagami mori 8 vota, Asim Vokshi 6, ndërsa Florian Ballhysa asnjë votë. Një votë u konstatue pavlefshme. Duke qenë se asnjë nga kandidatët nuk mori 3/5 e votave, Vokshi u zgjodh automatikisht fitues pasi renditi i pari në pikë 89.5 për të zëvendësuar Holta Zaçajn si anëtare kushtetuese. Por një ditë pas mbledhjes, Llagami është drejtuar gjykatës së lartë duke kërkuar të njëjtë të pajisit me kopjen e plotë të dosjes që lidhet me mbledhjen e zhvilluar për zgjedhjen e anëtarit. Në kërkesën e saj, Llagami kërkon që të vijë në dispozicion regjistrimet audio të mbledhjes, kopjet e fletëve të votimit dhe çdo dokument tjetër të procedurës. Sipas burimeve, Llagami pretendon se vota e shpallur pavlefshme i përkiste asaj dhe se nuk ka marrë 8 vota por 9, pra 3 më shumë se sa kandidati Vokshi që u shpall fitues me pikëzimjen. Kjo votë do të jepte asaj mandatin si anëtare e gjykatës. Llagami pretendon se në fletën e votimeve ishte shënuar 2 herë emri i saj, por u shpall e pavlefshme qëllimisht për të ndryshuar rezultatin. Nëse kjo votë do të ishte lexuar siç duhet, sipas Llagamit, ajo do të kishte 9 vota, pra 3/5 e votave, dhe do të ishte ajo gjyqtare e re kushtetuese dhe jo Vokshi, i cili u zgjodh si rendituri më lart në pikimin e Këshillit të Emërimeve në drejtësi.